Rizarta dhe Shkëlzeni në një lidhje. Dy ish-banorët e shtëpisë më të famshme nuk e fshehin më të vërtetën. Disa nga ish-banorët e edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme të VIP-ave ndodhen me pushime së bashku. Për shkak se janë me xhirime me emisionin Pushime on Top, i cili shumë shpejt do të vijë me sezonin e ri në ekranin e madh të Top Medias. Në mesin e ish-banorëve janë Rizarta, Krisa dhe Shkëlzeni, të cilët një ditë më parë ishin në një lidhje live me emisionin Pardon My French. Moderatorja e njohur, Jonida Alickolli, ngacmoi pak Shkëlzenin dhe Rizartën, për të cilët kanë nisur aludimet se janë në një lidhje dashurie. Jonida në një moment gjatë intervistës pyet ish-banorin se kë nga vajzat pranë tij ka të preferuar dhe ai përgjigje: "Lajmet kanë dalë po janë false. Ka qenë ishe preferuar, ne e kemi lënë bigun atje. Tani e preferuar e gjithë resortit është Lej." Këtu ndërhyn Rizarta, e cila shprehet. Ndërkohë Shkëlzeni jep një lajm ekskluziv se është në një lidhje serioze dhe shton se vajza në fjalë nuk është në resort. Kështu që nuk ka asgjë mes meje dhe Rizartës, përveç se një miqësie të pastër, përfundon ai. Rizarta nga ana tjetër vijon duke thënë: "Mua më kanë lidhur me 1000 veta. Mjafton të shikoj një foto time me një djalë dhe direkt më lidhin." Ish-banorja tregoi edhe për një buqet me lule që mori gjatë qëndrimit në resort, ku menduan se ja kishte dërguar Shkëlzeni, por në fakt ishin anonim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.